Kryetari i Aleancës për Shqiptarët Arben Taravari ka kritikuar hapur rolin e koalicionit Vlen në qeveri duke thënë se ata janë të pafuqishëm për të ndikuar edhe në vendime të thjeshta administrative. Ai gjatë emisionit të mbrëmshëm Debat në Shenja akuzoi disa zëvendës ministra të koalicionit Vlen për mungesë angazhimi dhe papërgjegjësie institucionale. Sipas tij, një pjesë e zëvendës ministrave nuk kanë as prezencë të rregullt në zyrat e tyre dhe madje disa nuk kanë as infrastrukturën bazë për të ushtruar detyrën. Kemi zëvendës ministra që nuk shkojnë as në punë. Imagjinoni. Kush janë këto zëvendës ministra? E din, disa zëvendës ministra shkojnë një ditë në javë ose 2 ditë në javë. Nëse ata nuk e përmbushin obligimin e tyre si të emëruar, pse duhet të hezitohet të mos përmenden me emra? Edhe nuk është 1-2, përveç 1 ose 2-3 zëvendës ministra, 7 janë. Po, edhe prej 7-ve? 3 zëvendës ministra kanë qenë aktiv, super aktiv, që janë interesu. Disa nuk ishin as zyra, po me sa e di edhe 1 ditë ose 2, as vetur zyrtare su jepeshte, ato e din tash që i përmendi, cilët kush janë ato. Taravari më tej ka rikujtuar kohën kur ishte pjesë e koalicionit Vlen dhe përmendi rastin e emërimit të një drejtori në një fshat të Strugës, ku vendimi për drejtorin u mor pa konsultim me komunitetin, duke shkaktuar revoltë dhe pakënaqësi. Ai tha se së bashku me zëvendës kryeministrin Izet Megjiti ishin të pafuqishëm për të ndërruar drejtorin. Quhet një fshat Podgorc në Strugë. Aty çdo drejtor ka qenë torbesh ose shqiptar. 95% e popullatës janë musliman. Herën e parë mbas 35 viteve vendoset një ushtrues detyre, një Maqedon me tetuazha në tan trupin. Sa i përket raporteve me ish bashkëpartiakun e tij Ziadin Sela, Taravari tha se nuk ka asnjë armiqësi personale dhe pavarësisht mosmarrveshjeve që kanë ndodhur, është i hapur për bashkëpunim në të ardhmen.